Rikonstruksioni i rrugës Mamës Surroj, një ndër investimet më të kërkuar nga banorët e zonës, vijon të mbetet i pezulluar prej vitesh. Edhe pse projekti është përmendur shpeshherë gjatë fushatave elektorale, fondet për nisjen e punimeve nuk janë miratuar ende, duke nxitur debate mes këshilltarëve bashkiak dhe banorëve të Surrojit, të cilët ditë më parë kërkuan sqarime mbi dyshimet për devijimin e fondeve. Për shkak të kostos së lartë të projektit, Bashkia Kukës i është drejtuar Fondit Shqiptar të Zhvillimit me një kërkesë për financim. Burime pranë bashkisë thanë për Kukës Televizion se nuk ka pasur asnjë devijim të fondeve të planifikuar për ndërtimin e rrugës Mamës Surroj, ndërsa sqaruan se ndryshimet e bëra së fundmi në buxhetin lokal nuk kanë prekur fondin e këtij projekti. Rruga Mamës Surroj u premtua për ndërtim gjatë fushatës elektorale nga ministra Belinda Balloku në mbështetje të kandidatit të atëhershëm për mandatin e dytë si kryetar bashkisë Safet Xhici. Megjithatë, deri më sot projekti nuk ka marrë financim. Sipas dokumentave zyrtare, vlera e projektit arrin në 521 milion lekë, ose rreth 5 herë më shumë se të ardhurat vjetore të Bashkisë Kukës. Më 6 mars 2025, bashkia ka paraqitur zyrtarisht kërkesën për mbështetje financiare pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, duke e përfshirë rrugën Mamës Surroj edhe në listën e investimeve prioritare për vitin 2025. Banorët ndërkohë kërkojnë që të merret masa urgjente pasi mungesa e ndërhyrjes ka vështirësuar qarkullimin dhe jetesën e përditshme të tyre, e cila do të bëhet më e vështirë edhe gjatë stinës së dimrit.